Dje në ora 13 në stacionin policor të Zherovjanit, EA 58 vjeçar nga fshati Radiovc, komuna e Bervenicës, ka raportuar se rreth orës 12:40 në fshatin Radiovc është sulmuar fizikisht nga MB, ndërsa ishte duke kryer detyrat e punës si punonjës i EVN Maqedoni. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vjojë para shtresë përkatëse. Më 2 janar 2026, në ora 17:45, në fshatin Strimnic të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor Grupçin kanë privuar Galeria FB 34 vjeçar nga ky fshat, duke vepruar sipas një raportimi paraprak se rreth orës 10 në ambientet e komunës së Zhelinës me një mjet të mprehtë ka kërcënuar Blerim Sejdiun nga fshati Kopaçindoll. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të paraqitet kallëzim përkatës. Dje në ora 18:25 në SPB Tetov është raportuar se ka rënë zjarr në një objekt të ndihmës në oborin e një shtëpie, prone IJ 68 vjeçar nga fshati Pirok. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa ekipi njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov ka shuar zjarrin. Hetim në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i SPB Tetov. Mbrëm në ora 21:45 para një objekti hotelerik në fshatin Negotin të Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor Gallat ka ndaluar personin DA 44 vjeçar nga fshati Negotin, sepse është sjellë në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policor, derisa ata po kryenin detyra zyrtare. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të vjojë para shtresë përkatëse. Sot në SPB Tetov është raportuar se në rrugën Shtypska në Tetov ka rënë zjarr në një automjet Golf me targat Tetovës, prone AL 31 vjeçar nga Tetova. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është lokalizuar nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov. Ktyrje në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i SPB Tetov.